Siç është përmendur tashmë në videon e parë të këtij moduli, dispozitat e ligjit të përgjithshëm të ushqimit të BE-s KE 178/2002 dhe ligjet që janë miratuar në vendet e Ballkanit Perëndimor vendosin përgjegjësinë kryesore për prodhimin e ushqimit të sigurt të bizneset që operatojnë me ushqimin. Zbatimi i praktikave të mira higjienike dhe analizave të rrezikut dhe pikave kritike të kontrollit HACCP-ja janë disa nga mënyrat më të rëndësishme për të përmbushur këtë detyrim ligjor. Për të konfirmuar nëse sistemet e kontrollit aplikuar dhe praktikat po funksionojnë siç duhet dhe në mënyrë efektive, është e nevojshme të zbatohen analizat mikrobiologjike të ushqimit të dhëna ligjërisht dhe të krahasohen rezultatet e arritura me ato të paracaktuara dhe të vlerave të përcaktuara ligjërisht, të ashtu quajturat kritere. Kjo është e përcaktuar në rregulloren EC 2073/2005, e cila u bë pjesë e legjislacionit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për shembull, në Republikën e Serbisë kriteret mikrobiologjike janë të përcaktuara në rregulloren mbi kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës së ushqimit në çdo fazë të prodhimit, përpunimit dhe transportit, e cila u botua në gazetën zyrtare të Republikës së Serbisë nr. 72/2010 dhe për formulën foshnjore në rregulloren e sigurisë shëndetësore të produkteve dietetike, Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë nr. 45/2010, me ndryshimet e fundit 21/2015. Kriteret mikrobiologjike përcaktojnë pranueshmërinë e produkteve ushqimore ose procesit, dhe ato janë të bazuara në mungesën ose numrin e mikroorganizmave të caktuara, si dhe sasinë e metaboliteve të prodhuara ose toksinave. Ka dy lloje kriteresh mikrobiologjike: një kriter për sigurinë ushqimore dhe kriteret e tjera rreth procesit të higjienës. Bizneset që operojnë me ushqim duhet të sigurojnë që ushqimi i cili është nën kontrollin e tyre të jetë në përputhje të plotë me kërkesat ligjore. Është gjithashtu përgjegjësia e tyre që të marrin masat e nevojshme nëse vërtetohet se ushqimi nuk përmbush disa nga kriteret e parashikuara. Dispozitat e legjislacionit mbi kriteret mikrobiologjike nuk zbatohen për prodhuesit primar, përveç rastit të prodhuesit primar të lakrës së kuqe për konsum. Çfarë është kriteri i sigurisë ushqimore? Ai është kriteri që përcakton pranueshmërinë e një produkti apo grumbull produktësh. Ky kriter zbatohet për produktet në tregtinë për jetëgjatësinë e shitjes së tyre. Ka kritere të përcaktuara të sigurisë ushqimore për 3 patogjenet të preardhura prej ushqimit, një toksine dhe një metaboliti. Këto janë pikërisht Salmonella, SPP, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Chronobacter sakazaki, Staphylococcus toksike, Enterotoksin dhe histamina. Kriteret e sigurisë ushqimore janë përcaktuar për ushqim i cili është gati për të ngrënë, për mishin e grirë, prodhimet e qumshtit të prodhuara nga qumshti i përpunuar, qumshtit pluhur dhe hirr, akullores, produkteve të vezëve, produkteve të gatshme për konsum që përmbajnë vezë të përpunuara, butakeve të gatuar, butakut bivalv, produkteve të peshkut, ushqimit pluhur për bebe, frutave të freskëta të coptuara dhe perimeve dhe frutave të pasterizuara dhe perimeve me formulën foshnjore. Kriter tjetër mikrobiologjik është kriteri i procesit të higjienës, i cili vlen për procesin e prodhimit dhe të përpunimit të ushqimit dhe tregon funksionimin e duhur të procesit të prodhimit dhe nivelin aktual të kontaminimit, mbi të cilat masa korrigjuese duhet të merren për të ruajtur higjienën e këtij procesi. Kjo nuk zbatohet për produktet që janë vendosur në treg. Kriteret e procesit të higjienës mbulojnë mikroorganizmat në vijim, totalin e bakterjeve aerobe, Salmonellën, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, koagulaz, stafilokokki pozitiv. Ky kriter është aplikuar në prodhimin e kufomave nga kafshët të therrura, mishit të grirë, qumshit të pasterizuar,
djathit, qumshit dhe hirës pluhur, formulës foshnjore, produktet të qumshit të paproponuar, produkteve të vezëve, produkteve të peshkut, frutave dhe perimeve të prera, frutave të pasterizuara dhe lëngjeve të perimeve. Duhet të theksohet se kriteret mikrobiologjike nuk janë të përcaktuara për të gjitha llojet e ushqimeve që janë në treg, por vetëm për grupe të caktuara bazuar në vlerësimin e rreziqeve dhe të dhënave në dispozicion mbi ndotjen mikrobiologjike dhe efekteve të mundshme të ndotjes së shëndetit të njeriut. Operatorët e biznesit të ushqimit duhet të përcaktojnë nëse janë lëndët e para apo produktet përfundimtare të cilave kriteret mikrobiologjike duhet të përcaktohen dhe të përfshihen në planin e vet kontrollit. Megjithatë, ato duhet të kryen analiza të mëtejshme dhe shtesë për të zbatuar kontrollin dhe masat parandaluese për mikroorganizmat patogjene që nuk janë të përcaktuara me ligj, duke pasur parasysh faktin se ai është përgjegjës për prodhimin e ushqimit të sigurt. Cilat elemente janë të përfshira në secilin kriter mikrobiologjik? Për shembull, cilat janë elementet e kritereve të procesit të higjienës? Elementi i parë është kategoria e ushqimit për të cilat kriteri vlen. Për shembull, ushqimi gati për t'u ngrënë, mishi, qumshti, vezët, peshku, perimet, frutat dhe produktet tjera. Element tjetër është një mikroorganizëm, një toksin ose një metabolit për t'u testuar, për shembull salmonella, histamina, Escherichia coli. Element tjetër është plani i mostrave që përcakton numrin nevojshëm të mostrave për testim dhe numrin i mostrave që duhet të harmonizohen me kriteret e dhënave. Vlera përkatëse të limitit që përfshin dy vlerat M e vogël dhe M e madhe janë kapitale. Kur M e vogël është e barabartë me M e madhe, atëherë ka vetëm një kufizim dhe dy klasa të planit të marrjes së mostrave. Dhe kur M e vogël nuk është e barabartë me M e madhe, ka dy kufizime dhe pastaj flasim për planin e mostrimit në plan me rreth 3 klasa. Çdo kriter mikrobiologjik përcakton metodën e analizës që duhet të përdoret për të përcaktuar pajtueshmërinë me vlerat kufitare. Me të zakonshmet janë metodat standarde, faza e procesit të prodhimit për të cilat zbatohet në kriteret e dhëna. Elementi i fundit i kritereve të procesit higienik përcakton masa korrigjuese për bizneset që afarojnë me ushqim dhe që duhen zbatuar kur rezultatet janë të pakënaqshme. Të gjitha elementet e lartë përmendura të kritereve mikrobiologjike duhet të përshkruhen në planin e vet kontrollit, të cilin përcakton dhe zbaton vet afarisi që merret me ushqim. Është e përcaktuar ligjërisht cilat mikroorganizmat duhet të analizohen dhe cilat ushqime duhet të testohen, por pyetja qëndron nëse frekuenca modulimit është gjithashtu e përcaktuar me ligj. Sa shpesh duhet të mblidhen mostra? Frekuenca modulimit është përcaktuar vetëm për kafshët e vrara, mishin e grirë, përgatitjet e mishit mekanikisht të ndarë dhe operatorëve të biznesit ushqimor. Për këto kategori të ushqimit janë të përfshira frekuencat e marrjes së mostrave të përcaktuara ligjërisht në planin e saj të vetkontrollit. Për të gjitha kategoritë e tjera ushqimore, frekuenca e modulimit nuk është përshkruar, por ajo vetë përcaktohet nga një operator biznesi të ushqimit. Në përputhje me kriteret e përcaktuara mikrobiologjike, ekzistojnë dy mundësi për interpretimin e rezultateve të arritura nga testimi mikrobiologjik i mostrave të ushqimit. Rasti i parë, kur për kriteret mikrobiologjike është dhënë një limit apo kur një plan me dy klasë është aplikuar dhe kur M e vogël është e barabartë me M e madhe, rezultatet e testimit mund të jenë të kënaqshme apo të pakënaqshme. Ky limit dhe interpretimi i rezultateve është aplikuar kryesisht për kriteret e sigurisë ushqimore. Në këtë rast, rezultatet e testeve mikrobiologjike janë interpretuar si në vijim: kënaqshëm, në qoftë se në të gjitha njësitë e mostrës numri i mikroorganizmave patogjene është më pak se M e vogël. Pakënaqshëm, kur numri i mikroorganizmave patogjenike është më i madh se M e vogël në një ose më shumë njësi mostre. Rasti i dytë, kur me kriteret mikrobiologjike dy kufi janë përcaktuar, M e vogël dhe M e madhe,
ose kur plani për 3 klasa zbatohet, atëherë rezultatet e arritura të testit mund të interpretohen si të kënaqshme, e pranueshme dhe të pakënaqshme. 2 vlera dhe 3 interpretime të mëndshme të rezultateve janë të zakonshme për kriteret e procesit të higjienës. Në këtë rast, rezultatet e testeve mikrobiologjike janë interpretuar si në vijim: kënaqshëm nëse të gjitha vlerat e fitura janë më pak se m e vogël. Pranueshëm në qoftë se maksimumi c i n njësive të mostrave, vlerat e fitura janë midis m e madhe dhe m e vogël, dhe vlerat e tjera të marra janë më pak se ose e barabartë me m e vogël. Pakënaqshëm nëse një ose më shumë vlera janë më të mëdha se m e vogël ose më shumë se c vlera e njësisë së mostrit është midis m e vogël dhe m e madhe. Pas pranimit të rezultateve të testit mikrobiologjike, duhet të përcaktohet nëse produkti ose procesi i prodhimit është në përputhje apo rezultatet janë të kënaqshme. Pyetja është se si biznesi që afaron me ushqim duhet të reagojë nëse rezultatet janë të pakënaqshme. Në rastin kur rezultatet e kritereve të sigurisë ushqimore janë të pakënaqshme, biznesi që afaron me ushqim është i detyruar të marrë masat e duhura korrigjuese, të cilat janë si në vijim: tërheqja ose kthimi i produktit në përputhje me dispozitat e përgjithshme të ligjit të ushqimit të përgjithshëm, pasi ushqimi i tillë nuk është i sigurt. Identifikimi dhe eliminimi i shkaqeve të rezultateve të pakënaqshme. Konfirmimi se procesi është përsëri në kontroll. Rivlerësimi të gjitha masave të përcaktuara dhe të zbatuara që janë përdorur për parandalimin e shfaqjes së rrezikut dhe menaxhimit të rrezikut. Praktikat, si për shembull praktikat e higjienës së mirë, praktikat e mira të prodhimit, HACCP-ja, në mënyrë që të bëhet ndonjë ndryshim ose edhe amendim. Masa korrigjuese, domethënë përgjegjësitë dhe procedurat e përcaktuara në mënyrë të qartë që do të aplikohen në rastet e rezultateve të pakënaqshme, duhet të paraplanifikohen dhe të përfshihen në planin e vetkontrollit. Siç u tha tashmë, kriteret e procesit të higjienës vlen vetëm për një fazë të caktuar të prodhimit me të cilën ato lidhen. Prandaj, këto kritere mund të aplikohen vetëm nga subjekti që kryen një fazë të caktuar të prodhimit dhe ky kriter nuk zbatohet për ushqimin që është tashmë në treg. Në rastin kur rezultatet e testit janë të kënaqshme për kriteret e procesit të higjienës, njësia ekonomike duhet të marrë masat e duhura korrigjuese për të vendosur përsëri në kontroll procesin dhe ato duhet të drejtohen për identifikimin dhe eliminimin e shkaqeve të rezultateve të pakënaqshme. Ndër të tjera është e rëndësishme të shqyrtohet me kujdes origjina e kafshëve dhe ose lëndëve të para të përdorura në procesin e prodhimit. Konfirmimin që procesi është prapë nën kontroll dhe rivlerësimi i menaxhimit të normës së paracaktuar të riskut, praktikës së mirë prodhimit, praktikat mira të higjienës, HACCP-s, që subjekti zbaton, pasi ato ndoshta mund të ndryshojnë dhe ose të shtohen. Kjo është një pasqyrë e shkurtër e dispozitave që kanë të bëjnë me kriteret mikrobiologjike me të cilat operatorët e biznesit të ushqimit duhet të përputhen. Për lehtësimin e të kuptuarit dhe të zbatimit, shtetet anëtare të BE-s dhe vendet e Ballkanit Perëndimor lëshuan udhëzues të ndershëm dhe udhëzime për zbatimin e kritereve mikrobiologjike.